Shkodra u trondit këtë të shtunë nga një atentat në qendër të qytetit. Breshëri Kalashnikovit të dala nga një automjet në lëvizje lanë të plagosur 3 persona në afërsitë e teatrit Migjeni në Shkodër. Ata janë Dionis Lisi, i cili dyshohet se ka qenë objektivi i autorëve, si dhe Elona Qyrka dhe Enrik Prenushi. Sipas policisë lokale, këta dy të fundit kanë qenë kalimtar të rastit dhe nuk kanë lidhje me atentatin. Të plagosurit u transportuan për në spitalin e Shkodrës, ku në gjendje kritike për jetën është 32 vjeçari Lisi, ndërsa 25 vjeçaria Qyrka dhe 59 vjeçari Prenushi janë jashtë rrezikut për jetën. Policia ende nuk ka përcaktuar se sa persona kanë marrë pjesë në atentat, por një mjet me të cilin dyshohet se janë larguar autorët është gjetur në Shirok. Blut kanë gjetur armën e krimit, i cili është Kalashnikov, dhe është sekuestruar në cilësinë e provës materiale. Policia e Shkodrës po punon me autoritetet e Malit të Zi, pasi dyshohet se autorët janë larguar nëpërmjet kufirit toksor drejt këtij vendi. Motivi i krimit është ende mister për grupin hetimor.